Situata kur njerëz shpëtojnë në momentin e fundit ndodhin çdo vit, shpesh kur askush nuk është dëshmitar. Megjithatë, disa herë ekziston dikush që filmon në momentin e duhur diçka të manitshme. Nga një grop masive të hapur në mes të një kryqëzimi me trafik, deri tek një uragan i fuqishëm dhe i ashpër me kalim përmes një qyteti kinez të mbipopulluar. Në këtë video do të shikojmë 5 momentet më të tmerrshme ku njerëzit janë shpëtuar në momentin e fundit. Përpara se të filloj me videon, bëjni subscribe këtij kanali dhe klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Rajoni Verilindor i Indisë është një vend i mbushur me peizazhe të bukura dhe të larmishme. Këtu do të gjeni gjithçka nga malet e larta deri tek shkretë të tjera me dëbor. Këtë larmishmëri e shoqërojnë fatkeqësi natyrore të ndryshme. Një nga moshkatruesit që ky rajon përjeton është rënja e gurëve. Rënja e gurëve është e ngjashme me rrëshqitjen e tokës, por në vend të saj rrëshqasin gurë. Në 25 korrik 2021, një burr në fshatin Batseri filmoi një nga këto rrëshqitje të gurëve. Videoja fillon në momentin që fillon rënja e gurëve. Në majën e malit mund të shihni pluhur dhe mbetje. Është e vështirë ta dalloni se çfarë po ndodh eksaktësisht. Pas pak gurët bien poshtë në kodër duke shkatruar gjithçka përgjatë rrugës së tyre. Burri që filmoi videon tha që sapo kuptoi se çfarë po ndodhte, ai e dinte se duhej të mbrojë. Ai u mbraps më shumë duke hyrë në një ndërtesë, por nuk ishte e mjaftueshme. Çdo gur binte duke u përplasur njëri më afër se tjetri. Pika kulminante e videos ndodh në fund, kur shohim një nga gurët duke u përplasur mbi një urhekuri e cila u rrëzua në lum. Ndërsa askush në këtë video nuk u dëmtua, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për disa të tjerë në qytetin e vogël. Fatkeqësisht 9 njerëz humbën jetën gjatë kësaj ngjarjeje. Kur bëhet fjalë për gropa fundore, një vend që mbase nuk ju vjen në mendje është Japonia. Ky shtet nuk është domosdoshmërisht i njohur për këto, por hapja e një grope masive në mes të një kryqëzimi me qarkullim të lartë alarmoi banorët vendas. Gropa u hap me 8 nëntor 2016 pas orës 5 të mëngjesit me orën lokale në qytetin Fukuoka. Fatmirësisht u hap ngadalë duke i dhënë mundësi njerëzve të evakuojnë zonën para se gjithçka të shëmbej. Autoritetet në Japoni deklaruan se shkaku i kësaj grope 30 me 27 metra ishte puna për ndërtimin e saj në një linjë nëntoksore. Që të ndodh kjo në mes të një kryqëzimi të populluar të qytetit do të thotë se ka diçka për të shqetësuar. Banorët vendas ishin të shqetësuar se mos hapeshin gropa në pjesë të tjera të qytetit. Fatmirësisht kjo duket se ka qenë një incident i veçuar. Çfarë ishte më mbreslënëse se vetë gropa ishte koha që u desh për të rregulluar. Skuadrat punuan 24 orë për të riparuar tubat e prishur dhe për të mbushur gropën. Rreth një javë më vonë rruga u hap sërish për qarkullim. Bazuar në përmasat e gropës dhe riparimet e nevojshme, kjo ishte një arritje mbreslënëse e